narkodiktatori shqiptar në të gjitha fjalimet e tij dëshmon dhe fakton të merrin që i ka kallë në shpirt protesta e fuqishme qytetare. Rikujtoni pak ato fjalime. Në asnjërin prej tyre nuk ekziston qytetari. Në asnjërin prej tyre nuk ekziston Shqipëria. Në asnjërin prej tyre nuk ekzistojnë problemet madhore të këtij vendi. Në të gjitha pa përjashtim ekziston vetëm përpjekja si të mbaj pushtetin, si të mbaj në kontroll partinë e krimit. Të dashur miq, partia që drejton Edi Rama është themeluar mbi krimin nga serbët në vitin 1941. Ajo kreu krime monstruoze me shtrimin e luftës çlirimtare në një luftë civile në shumë zona të vendit. Dhe e bëri këtë vetëm e vetëm për pushtetin e saj. Për të mbajtur pushtetin ajo kreu krimet genocid të vërtet në 45 vit, 46 vit të diktaturë ndaj shqiptarëve. Të njëjtën gjë bën Edi Rama sot